Mbi 350 qytetarë kanë dëgjuar në Ksamil të Sarandës vizionin e kandidatit për deputet të Partisë Socialiste në qarkun e Vlorës Ardit Bido. Kandidati Bido kërkoi nga banorët prodhimin e një deputeti nga zona e Sarandës, që do të jetë siç tha çdo ditë në 4 vite për kratyre. Bido theksoi se ai ka një program të mirëfillt dhe që do të jap llogari tek qytetarët nesër si deputet i zonës. Ai theksoi se Ksamili ka si sfidë që të mos jap asnjë vot për Partinë Demokratike. Këtu në Sarandë, në Ksamil, në gjithë qarkun tonë, po veçanërisht në 4 bashkitë e Pellgut të Sarandës, ne kemi të nevojën dhe mundësinë që të prodhojmë një deputet nga zona jonë që do të jetë çdo ditë 4 vite këtu, të cilin e kam vendosur në faqen zyrtare, kam tentuar ta shpërndaj në sa më shumë duar për një arsye të thjeshtë, sepse nesër unë dua që të më kapni prej komishe dhe të më thoni çfarë ke bërë nga ato që ke thënë. Është sfida e Ksamilit që në këto zgjedhje të mos humbasi asnjë vot, që të shkojë drejt partive të vogla të cilat provojnë asgjë. Është sfida e Ksamilit që në këto zgjedhje të shkojë asnjë vot e tepër te Partia Demokratike që provon vetëm 20 vite pravametje. Në 11 maj është dita juaj. Numri 5, Edi Rama, Partia Socialiste dhe me përulje dhe njerë kërkojnë mbështetjen e tij. Kandidati i Partisë Socialiste për deputet në qarkun e Vlorës Ardit Bido u ndal edhe në Zar. Bido u tha banorëve të zonës se në të kaluarën ka treguar se gjithmonë ka qenë aty. Ai theksoi se ka kontributin e tij që Konispoli sot është bashki. Tu në Zar unë kërkoj votën sepse në të kaluarën unë besoj se kam treguar që unë me zemër jam këtu. Bashkia e Konispolit sot është një realitet fal një reforme territoriale ku kam qenë pjesë bashkë me drejtuesin politik qarkut, bashkë me Bledi Cusin, dhe ishte vetëm një nga 6 harta që kishte Bashkinë e Konispolit. Dhe kam edhe unë atë kontributin tim që u zgjodh kjo hartë. Banorët e Zarës i shprehën mbështetje kandidatit të Partisë Socialiste për deputet Ardit Bido. Ne njohë historinë tuaj e të di mirë, ke një histori domethënë të panjollosur. Tani populli duhet një gjë të kuptojë. Në qoftë se nuk voton për Partinë Socialiste, nuk voton për të Ahmenet.